Cilat janë pritjet tuaja, zotëri Hamza, për 28 dhjetor? Pritjet janë optimiste. Unë gjithmonë jam optimist, po jam edhe racional. Pritjet janë optimiste. Unë jam i bindur që rezultati i 28 dhjetorit do të krijojë situatë ku partitë që kanë qenë në opozitë të jenë në pozicion të favorshëm për me kriju qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës. Pra mendoni se do të jetë situatë më e favorshme se shkurti i këtij viti? Më e favorshme se shkurti i këtij vitit dhe unë jam i bindur që Partia Demokratike e Kosovës do të udhëheqë qeverinë e Republikës së Kosovës. Me krye ju si kryeministër. I bie që zotëri Kurti Mollok do të jetë kryeministër. Unë besoj shumë që qeveria e ardhshme do të jetë nga partitë që kanë qenë në opozitë dhe normalisht që kryeministri do të jetë nga rollat e Partisë Demokratike të Kosovës, në këtë rast jam unë. Po sa do të jenë sa letë kalueshme këto divergjencat mes partive opozitare, zotëri Hamza? Do të tulemi në tavolinë, jam shumë i hapur, normalisht që kam edhe fleksibilitet, është shumë lehtë për shkak edhe të koncepteve tona, bindjeve tona politike, programeve tyne, kanë më shumë ngjashmëri programet tona. Tek e fundit të 3 partitë jemi partitë të qendrës djathtë, dhe i kemi prioritetet afërsisht të ngjashme. Jo identike, po të ngjashme. A mendoni se do ta ketë luksin ndonjë parti opozitare që sërish thotë që do të vazhdoj qëndrojë në opozitë dhe nuk do të bashkëpunoj për një qeveri të opozitës? Jo, unë mendoj që vendi ka nevojë për institucione, unë do ta bëj maksimum që vendi të konstituohet në afat më të shpejt mundshëm, vendi të ketë qeveri, e dim që nuk ka buxhet, e dim që në fund ka pas tentativa që këtë temë përdor për qëllime politike. Unë ka deklaratat mia të incizuara në studie të caktuara televizive që me në qershor këtij viti kum tregu që nëse vazhdon që kjo sa të herë kum pas bukur sigur që do të vim këtu. Ne mund të futemi edhe në vështirësi sa i përket buxhetit. Për shkak se mbas ligjit aktual në fuqi, nëse zgjedhet më në fund vitit, buxheti mund të shfrytëzohet 2 muajt e parë të vitit me 1/12, ndërsa për muajin e tretë duhet me shku me vendim në kuvend me kërkue shfrytëzimin e ndarjeve buxhetore për muajin mars. Dhe unë e di në 2010 zgjedhjet kanë ndodhur për afërsisht në këtë kohë, është konstituu kuvendi, është bë qeveria, është procedu buxheti dhe me 1 prill kanë fillu pagesat prej buxhetit rregullt. Në kundërtën, nëse ka blokada, veprime të cilat pamundsojnë krimin e institucioneve, përveç kësaj krizës politike, tash edhe vakumit institucional, ne do të ballafaqohemi edhe me krizë buxhetore. Dhe nuk mundesh ti me kërku diçka edhe me thonë që kjo është e logjikshme, por na nevojitet, është e nevojshme, por edhe mund të jetë e nevojshme. Edhe mund të me pas logjikën ekonomike. Ti dush me vendos këto mrena kornizës ligjore. Nuk mundesh ti me thonë që në këtë rast është e nevojshme, peshkelim kushtetutën. S'pe respektojmë kushtetutën, s'pe respektojmë ligjin. Nuk lejohet. Ti çdo veprim që dush me bë mrena kushtetutës edhe mrena ligjit.